se çfarë përfaqëson ai. Një armik i votës. Ja dolem të faktoj me dokumenta se Hajdut si ky nuk ka toka. Miq, ju keni dëgjuar këto. Djegësin e Tiranës 130 milion. Tuneli Llogaras 90 milion është në fakt. Aeroporti i Vlorës 140 milion. E tjerë. Po a e dini ju që porti i Durrësit shkon 4 miliard? Porti i Durrësit, u them unë ju, ishte se pasuria publike më e çmuar e shqiptarëve. Më e çmuara. Porti i Durrësit nuk ishte vetëm një pasuri, të themi e patundshme. Jo, a i ndikonte në kuletën, në xhepin, në konton e gjithsecilit prej jush. Pse? Sepse mallrat, ai është një pozicion ideal për vendin. Ai port nga Fieri gjerë në Lezhë ka distancat më të shkurta në shpërndarjen e mallrave. Çmimet më të ulta pranë transport. Ç'a ndodh? Ai port tani bëhet porti i kriminalit Edi Rama. Ai port vetëm trojet, toka trull 1.200.000 metër katror, i shkon të paktën 3 miliard euro. 12.000 apartamente ndërtohen aty. 6 hotele me 56 yje. Marina me madhe në rajon. Kush i ndërton ato? Arabi i prallave të 1.100 netve, ai ka thënë, unë do investoj 7 milion. Gjithsejt, po tjerat, kush i investon? Tjerat i investon Edi Rama me kartel të drogës. Dhe vërtet është që kur në njeri, nuk kur besoj, s'mund të ketë vjedh një vend si po e vjedh ky me portin. Pastaj, porti i ri do ndërtohet i tëri me taksat tuaja. Deklarojnë me 10 herë se do ndërtojnë privati. Asnjë privat. Do ndërtohet me buxhetin e shtetit me taksat tuaja. Në këto rrethana, kur drejtësia bllokohet, në këto rrethana, kur në zgjedhje vota vdes pa hyrë në kuti. Në këto rrethana, kur nuk respektohet asnjë ligj, asnjë vullet, shpresë vetme është revolta qytetare. Shpresë vetme është zemërimi qytetar, është guximi qytetar. Ndaj dhe koha është epike. Koha është një rëndësie përcaktuese për fatin e shqiptarëve. Partia Demokratike është forca e vetme që mund të përmbush misionin. Ajo e ka provuar. Miq, partit krijohen, vinë në kulm, zhduken e tjerë, kjo është historia e tyre. Por një gjë, kjo parti e ka provuar. Parti e pamposhtu. Dhe duhet jeni shumë krenar me këtë. Duhet jeni shumë krenar me këtë. Duhet jeni krenar. Ju dhe fëmijët tuaj.
për investimin që keni bërë në këtë parti. E themeluat 35 vite më parë. Sporit, nuk po ndalem këtu të përshkruaj kushtet në të cilat e themeluat. Por ndatë epokat, transformuat Shqipërinë. Erdhi rebelimi komunist në 97. Besuan se na shuan. Besuan se u zhdukëm. Gabim kishim bërë. Duhet njohur, duhet pranuar. Por gabimi ynë nuk kishte ardhur kur se ne I donim piramidat dhe skemat piramidale. Jo, s'është e vërtet, ne nuk I njihnim. Kjo është e vërtet. Dhe sapo e morëm vesh se çfarë janë, pavarësisht nga pasoja dhe çmimi që do paguanim, I rrëzuam njëra mas tjetrës. Dhe ja u them unë ju këtu. Unë ju kam thënë atë kohë bashkëpunëtorëve të mi, tani për ne ka vetëm një rrugë. Cila rrugë? Të dalim në opozitë. Se ne s'mund të qeverisim dhe s'do qeverisim kur njerëz që mendojnë se ja u kemi vjedhë paratë. Sepse ngjitja ajo. Këta u thanë qytetarëve I ka marrë qeveria parat e skemave, qeveria s'kish marrë as një qindark. Mirë po, në njëherë, ajo u besua për momentin, se ato para I kish marrë qeveria fut në buxhet. Edhe u them bashkëpunëtarëve të mi tani ne, me tutje nuk shkojnë. Kaq, ne do dalim në opozit, do faktohet që ne s'kemi prek një qindark, cili do t'jetë çmimi, dhe pastaj, dhe ne ashtu vepruam. Bën gjithçka. Zgjetën asgjë. Fituam zgjedhjet e 2001-shit. Na I morën me dushkur, ju kujtohet. 10-12 mandate me një zonë, çfarë s'bën? Policia në të katëran, po ja u zum në fyt ama. Po. Raporti ndërkombëtarëve u përmbys nga raporti ynë, nga dhanat tona. Të njëjtën gjë u bëm në 2025. Në 2025 Edi Rama bëri gjithçka që ta përmbys raportin. I kërcënoi në mënyrën më tegër vëzhguesit ndërkombëtar dhe drejtuesit e tyre. Po ata njerëz me karakter dhe ne bëm punën tonë. Mbrojtëm votën. Paraqitëm me qindra mijëra dokumenta. Libri I zi I zgjedhjeve sot është 1500 faqe. Dhe zgjedhjet mbetën. Në qoftë se u kujtohet, në 2021 të nesërmen I vinte mesazhi Edi Ramës nga Departamenti I Shtetit, mezi presim të punojmë me ty, dhe pa kërkuar fare siç ishte zakoni, që të pasë është zakon, thuhet, të paktën thuhet që shpresojmë t'i adresoni ankesat. S'kishte me ankesa. Ishte fitimtari në kohë kur kishte vjedh. Në 2021 nuk fitoi. As 2025. Po pse nuk fitoi? Se çfarë bëri në 2021? Pagoi në prill të 2021 130 milion euro 10-12.000 familje në zonën e Durrësit, Krujës, Laçit, Lezhës, Kurbinit, Tiranës, Kavajës, para për tërmetin. Bleu votat. Vetëm në atë kohë s'bëri dot. Por historia jonë pastaj tjetra. Së dyti, ne u ngritëm dhe kësaj herë si asnjë forcë tjetër politike, nofta kur. Në një moment kur donin të na vinin kapistër, apo të na vinin në kontroll. Tani do u them ju një gjë. Këtu. Para 5 vitesh,
ky mafiozi që quhet Don Agacio, i thot një mikut të vetë, tani thot, opozitën e kemi si që duhem ne. Se i kishin hap 2 dosja ati, ish kryetarit tonë, njërin për Toyota Yaris, dhe tjetërën për atë financimet ruse që i thonin, dhe ato tani, në mëngjes e thrisin për prokurori, në darkë i shkonte Agaci, dhe në këtë mënyrë kishin kontrol opozitën. Dhe tani thaj, tani e kemi opozitën që duhem ne. Mirë, po ajo opozitë që deshin ata, ju nuk e desht ato opozitë. Ju donit opozitë vërtet. Dhe ju me guximin tuaj, jashtë të gjitha parashikimeve, kundrejt presioneve më të jashtëzakonshme, shqiptare e ndërkombëtare, ju ngritët dhe shpëtuat Partinë Demokratike. Ju ngritët, shpëtuat pluralizmin. Shpëtuat pluralizmin. Që ti ishte i vërtet dhe jo fals. Shpëtuat opozitën e vendit, që ti ishte i vërtet dhe jo false, jo kalpe. Ndaj dhe kjo faktoj përsëri, se një të pamposhtur. E kam thënë dhe e them 100 herë, në qoftë se kjo parti do të kishte një emër të dytë, e pamposhtur. Ky do ishte emri i saj. Ndaj dhe, ose mund të themi që bën të pamundurën të mundur. Në të gjitha këto raste ne kemi bërë të pamundur. Kujt ja priste mendja se ne do të ekzistonim si forcë reale politike në kohë kur na vërshonin nga gjithë bota, në kohë kur na futen izolimin më të thellë, 10 pashë në tokë, nga të gjitha anët. Por në ngritën ishte e pa drejtë. Si u ngritën? Me drejtën e të vërtetës. Ne mbrojtëm të vërteta që besonim. Ne besonim se Shqipëria duhet të ketë opozitë. Pse po ndalem këto? Jo për ndonjë arsye tjetër, po vetëm e vetëm për të vënë dukje, për të theksuar misionin që kemi. Misioni është të shporim nga pushteti këtë regjim kriminal, këtë organizatë kriminale. Të mos pajtohemi në asnjë mënyrë me të. Të qëndrojmë betur, të vazhdojmë përpjekjen tonë gjerë në largimin e tyre. Ju garantoj se ecim sigur drejt fitores. Nuk ka asgjë më të fortë se idealet e njeriut. Nuk ka asgjë më të fuqishëm se guximi i njerëzve idealist. Se vendimi i tyre për të qëndruar besnik idealeve të veta. Kërkon sakrifica, kërkon lodhje, kërkon privacione, por fitoria është absolutisht e sigurt. Ndaj dhe uftoj me 24 të bashkohemi të gjithë qytetarët e Tiranës, të gjithë qytetarët shqiptarë. Protesta e kaluar është protesta që ka patur jehonën më të madhe botërore. Ja u them unë këtu. Ja u them unë ju këtu. Titujt kryesor. Shishet Molotov në zyrën e Edi Ramës. Këto ishin. Sepse po mbron Lubi Ballukun. Faj shkonte te Edi Rama pra. Sepse po mbron Lubi Ballukun, po mbron korrupsionin. Miq. Nuk rëzohet i qeveri. Kur ajo vjen nga vota e lirë.
Një qeveri që del nga votë e lirë, rëzohet me votë e lirë. Por një qeveri që vjen nga zgjedhje fars, nuk ka legjitimitet asnjë orë. Një qeveri që vjen nga vota e lirë, por që vjedh qytetar dhe mbron korrupsionin, nuk ka asnjë orë legjitimitet. Duhet të zhduket nga zemrimi popullor. Edi Rama ka ardhur nga farsa elektorale. Edi Rama ka vjedh qytetar dhe po vjedh qytetarët. Duhet të jemi dy herë të motivuar dhe do jemi dy herë të motivuar për t'i dhënë fundin e merituar të çdo narkodiktatori. Dhe mbyll këtu duke i thënë dhe një herë, mos harro Shkurtin, mos harro Enver Hoxhën se si fatin e tij rrugëve të Tiranës. Vërtet ishte bronz, po ishte 10 herë më i fuqishëm se ti në Shqipërinë atë kohë. Kurse ty, shqiptarët do të t'japin atë që meriton. Me 24 të gjithë bashkë në betejën tonë. Faleminderit.